Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi takuar sërish në fundjavën tonë të rrëfimit, ku si gjithnjë ne bëjmë udhëtimin tonë, rrugtimin tonë pra në jetën e personazheve të cilët janë mjaft interesant, janë personazhe të cilët kanë dhënë kontributet e tyre në fusha të ndryshme të jetës shqiptare. I tillë është edhe personazhi, të cilin ne do të kemi të ftuar sot në studio. Nuk do ta zbulojmë kush është, vetëm që unë do t'ju them që ai është një personazh mjaft interesant, ku pas shpatullave të tij qëndrojnë vite të tëra karrierë, vite të tëra punë dhe studime. Ne në fakt si gjithnjë bëjmë, do të shohim një foto e cila i përket shumë viteve më parë, ku i ftuari ynë ka qenë i ri në moshë adoleshente. Ja pra, bëhet fjalë pikërisht për këtë foto, ku i ftuari ka qenë rreth moshës 14-15 vjeçare. Të nderuar miq, kam kënaqësinë që të prezantoj të ftuarin e sotëm, është pikërisht kreu e Akademisë së Shkencave, profesor doktor Muzafer Korkuti. Kënaqësi që ju kam në studio, profesor. Kënaqësi dhe për mua. Në fakt, ndoshta ju rikthyem pas në vite me këtë foto. Po janë pjesë e jetës time, janë pjesë unë kur kryeva studimet e shkollës mesme në shkollën pedagogjike të Shkodrës. Edhe me Shkodrën kam një pjesë të madhe të jetës. Kam bërë edhe të 7 vjeçaren, si që quhesh atëherë, shkollën 7 vjeçare, edhe 4 vitet e shkollës mesme pedagogjike. Megjithëse ju nuk keni lindur në Shkodër, i përkisni komplet një zonë tjetër, i përkisni ndoshta zonës më jugore të Shqipërisë dhe pikërisht zonës së Sarandës dhe fshatit tuaj të lindjes Fterës. Ashtu është, nga njerë është mirë që dalësh jashtë fshatit larg, të njohësh një territor tjetër dhe ato mbres, ato kujtime që kam, qoftë nga rinia e fillimet e rinisë time në Shkodër, miqësia, dialekti i gjuhës Shkodër, shokët e Shkodrës, kam mbresat shumëta, po të bërë rasti dhe gjithje u kthehem atyre. Ka nevojë njeriu të rikthehet në kujtime. Por ato rrënjët gjithnjë më çojnë tek vendlindjet e fshati, tek fëmijëria. Është e vërtet që jam gati mendimin që në fëmijëri nguliten disa gjëra themelore. Kurioziteti për të parë ambientin, për dalë jashtë fshatit, po them të shkosh në Lum, të shkosh në Buzdetit, nuk është shumë larg, 10 kilometër nga fshati, po të njitesh edhe në mal, edhe në pyll. Të gjitha ato janë pjesë e fëmijërisë, por që më ka lënë mbresa të veçanta, natyrisht. Çfarë është ngulitur më së shumti? Çfarë ju rikthen tek ajo? Jemi rikthyer sërish, nderuar miq, në bashkëbisedimin që po bëjmë me profesor doktor Muzafer Korkutin, jemi pikërisht në ato vepra që profesori i ka lënë të shkruara në libra. Jemi profesor tek puna juaj që është hedhur mbi libra. Sa po folëm për një pjesë të atyre, tani tashmë jemi tek etnogjeneza e ilirëve. Një tjetër temë shumë interesante. E shkruar po nga ju, e botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, e cila çfarë do të thotë për ne shqiptarët? Ajo është pjesë e tërë jetës time. Unë thash nga profesor Selim Islami, mora dashurinë edhe u nica si arkeolog, po nga profesor Kristof Farashi dhe Alex Buta, unë tetova të jap kontributin tim në fushën e historisë lashtë. Qartë. Dhe në sesion në kuvendin e parë të studimeve ilire, që u bë 1972, unë referova një forum ndërkombëtar që u bë në Tiranë, nga më të mëdhenj që është bërë në atë kohë, për etnogenezën e ilire, origjinë e ilirëve. Dhe vazhdova her pas here të shkruaj për këtë problem, të mbroj tezën se ilirët janë vënas në një proces të gjatë historik me kontributin e tyre në gjithë këtë trevën ballkanike. Dhe kjo në planin historik, kjo është kontributi themelor, duhet ta quaj. E përbledhur, unë jam i kënaqur që në përfundimet e saj, në tekstin e shkollës mesme, është një faqe që shpjegon, në baza shkencore, që shpjegon që ilirët janë vëndas dhe janë formuar këtu gjatë 2000 vjetëve para Krishtit, u zhvilluan gjatë epokës 1000 vjeçare të hekurit dhe në këtë truall krijuan një nga popullsitë më të mëdha të Ballkanit perëndimor, ilirët. Dhe pastaj fillon epoka historike, fillon për rruga tjetër.
Që të mos lodhet askush tjetër, profesor? Ne jemi lirë, jemi vëndas, jemi në trojet tona prej shumë kohësh. Është një arritje e tërë arkeologjisë shqiptare. Unë kam pasur t'i përgjithsoj edhe të kolegëve të tjerë, edhe t'i paraqes në mënyrë të përmbledhur në këtë botim të fundit akademisë. Fal jush dhe fal kolegëve tuaj, profesor, ne kemi të drejtë që të mbrojmë me shumë forcë. Po. Vendin tonë, origjinën tonë, dhe të hedhim poshtë çdo tezë kundër. Është një arritje që është pranuar edhe nga shumë studiues tuaj ndërkombëtar. Kjo edhe në fazë e parë ishte që në Kuvendin e parë studieve lire, që u bën në 72-shin, në 1985-ën përsëri në Tiranë bëm Kuvendin e dytë me pjesëmarrje gjithashtu të gjerë të studiuesve tuaj, të cilët kanë mbështetur këto arritje të arkeologjisë. Përpjekje shumë të mëdha këto, nëse nuk do të ishin këto përpjekje, profesor, nga ana juaj dhe kolegëve tuaj. Me fakte, me punë, me shumë punë, madje. Është mirëpritur rezultatet e arkeologjisë shqiptare dhe po them që një nga arkeologët asaj kohe jugoslav, Bošković, më saktë do të thënë i Sarajevës. Po, ishë Jugoslavisë asaj kohe? Po, ishë Jugoslavisë në takimin e fundit që patëm në Fier. U ngrit kështu nga pa protokoll, si thuash, edhe ngriti gotën e Rakisë, se po i pëlqen dhe Rakia shqiptare. Po, ta unë ngërë këtë tha për arkeologjinë shqiptare që hyri denjësisht, hyri nga porta e madhe në arkeologjinë evropiane. Është një fitore. Po, ishte një fitore sepse ishin rreth 40 studius të huaj nga gjithë bota perëndimore. Se në atë kohë nuk erdhen nga Lindja, nuk ishin kufizuar të vinin. Përveç se shkrimet dedikuar periudhave që ka kaluar historia shqiptare, kemi edhe libër vetëm me shkrime. Po. Keni pasur ndoshta një tjetër dashuri të vogël për të shkruar? Jo, unë kam pasur një obligim ndaj publikut të gjerë, ndaj mësuesve dhe intelektualëve të tjerë që të njihnin rezultatet e arkeologjisë tonë. Edhe këtë duhet citoj profesor Skënderan Amalin, që e kishte merak, që shkruante gjëra të thjeshta, edhe në gazetën Pioneri, edhe në gazetën Drita, një zbulim të thjeshtë, një skulptur, një objekt. Dhe unë e vazhdova këta ditë, edhe kolegët e tjerë, edhe profesor deri tani, ishte i kësaj që shkruante edhe shumë më mirë për këto zbulime, dhe në këtë libër unë kam përmbledhur ato shkrimet që kam bërë 100.162 në gazeta. Dhe thomë që kam dhënë një kontribut modest për të transmetuar ato zbulime tona tek, si thuash, mësuesit tek brezi intelektualë. Modest e thoni ju, por janë goxha kontribute. Arkeologjia, e tham, këtë kam bërë edhe me një qëllim tjetër. E kam bërë edhe për arkeologë të rinj, sepse pak shkruajnë shkrime të kësaj natyre. Duhet shkruajnë shumë më tepër. Me që sot jam dekan i arkeologjisë, dekan do të thotë më i moshuari, kështu quhet, dekan, se prandaj quhet dekan nga emërtimi i lashtësisë. Do të dekan më i moshuar në atë fushë, dekan i fakultetit, nuk ka të bëjë vetëm me moshimin, profesor, ka të bëjë ndoshta edhe me gjithë atë eksperiencë që ju keni fituar, me gjithë ato punë që ju keni bërë. Dekani ashtu e ka atë barre, ka dhe detyrë të jap këshilla. Po, patjetër. Duhet t'japin emisione arkeologë të rinj, se ka interes, ka vlera, ti transmetojnë, ti bëjnë të njohura, ti shkruajnë, e kështu formohet dhe kultura, edhe njohja. Edhe sot, mendoj se ka nevojë edhe për këtë ushqim, gjitho televizione që kanë, gjitho gazeta, kanë ushqim për këto vlera të mëdha që ka në toka jonë. Profesor, vijojnë të bëhen ekspedita ashtu si që bëheshin dikur? Bëhen ekspedita, bëhen edhe. Kjo është bërë në bashkëpunim. Ne kemi bashkëpunim të ngushtë me shkollën italiane, me disa universitete, me shkollën angleze, franceze, amerikane, e vazhdojmë dhe kjo është, si shtash, kam dhe unë një meritë se ishte i pari në 92 e fillova këtë radit, kryua me një mënyrë strukturë si të bëjmë, bashkëpunimi, dhe janë arritur të botohen në gjuhë huaja, po llogarisë me afërsi mbi 20 libra studime për këto grëmime që botohen sot në gjuhë huaj. Ne kemi dhe kolegë të rinj që i mbrojnë disertacionet në gjuhë huaj, janë
9 doktorant që kanë marruar studimet e tyre, mbrojtjet e tyre kanë bërë mbrojtjet në Francë, domethënë. Dhe ti shkruash studimet në gjuhë huaj, ti bësh të njohur për publikun e gjerë të evropian, është një arritje shumë e madhe arkeologjisë. Vijojmë të kemi profesor arkeolog kaq të mirë sa kanë qenë në prezantuar. Ja, unë përmenda edhe vitin që kaloi mbrojtën në Francë, Rovena ndoshta janë paksa të panjohur për publikun e gjerë. Ja, këtë u thomë, shkruani në gazeta, bëni të njohur në televizione, rezervohen. Nuk e ndjekën shembullin tim edhe profesor Eritanit që dilim Po duhet publikuar, në fakt, punimet. Është një mënyrë shumë e mirë për të bërë rezultatet të njohura. Patjetër. Edhe kemi detyrim ta bëjmë këto. Një tjetër libër juaj, profesor, e tham, shumica e librave në gjuhë huaj pasi duhet bërë kështu, duhet njohur jashtë Shqipërisë. Këtu kam bërë për botën e huaj evropiane më gjerë, janë kumtesat e referimet kam bërë në aktivitetet ndërkombëtare ku kam marrë pjesë. Dhe kështu në njihet arkeologjia shqiptare. Këte kam për botën arkeologjike evropiane më gjerë. Edhe në këtë drejtim... Profesor, ju vazhdoni të punoni po kaq intensivisht. Jeni në kryet e Akademisë Shkencave, besoj që keni punë me goxha intensitet atje? Është e vërtet që punët nuk mbarojnë, njeriu duhet punojë gjithnjë. Aktualisht jemi në fazën e një ristrukturimi të kërkimit shkencor, jo vetëm si akademi, po në Shqipëri. Do thosha që qeveria me qik vones po e merr këtë punë. Dhe duhet të referoj më shumë traditës, do me thënë vërtet kërkimi me institucione shkencore ka gjithë Evropa, gjithë bota, por duhet të dim të përshtatim këtë me kapacitetet, me mundësit që ka Shqipëria, për të mirë administruar aftësit shkencore me këto institucione që kemi, edhe të kujdesit më shumë qeveria për shkencën dhe kërkimin shkencor. Kjo është edhe një detyrë e nivelit evropian. Ka munguar për disa vite kërkimi shkencor, profesor? Ndoshta është shkëputur për pak? Është dëmtuar, po thomë, nuk është mbështetur, është copëzuar dhe një boshllëk që krijon sidomos në kërkimin shkencor, në kuadrat është me pasojat jo të vogla. Vazhdimësia në shkencë, në kërkim, në brezat janë të domosdoshme. Nuk e di nëse do keni një mesazh për arkeologët e rinj? Po, mesazhi është punë në terren, punë në kabinet. Vetëm puna në terren. Punë në terren. Dashurinë e kanë, brezi unë nga sa Ju e jeni mirë, në fakt, sepse nga duart tuaja kanë kaluar. Po, është e vërtet që dashurinë e kanë, edhe shenjat, siç thash, mbrojtjet e tyre, që po bëjnë jashtë shtetit, bashkëpunimet huaj, por më shumë do t'i bëjnë të njohur publikut me tëra mënyrat për ta kuptuar vërtet vlerën që sjell arkeologjia në tërë këtë. Ka nevojë për më shumë kulturë, edhe publiku më i gjerë tek vend, ka nevojë. Besoj edhe probleme shoqërore, politike, me një kulturë gjerë zgjidhen më mirë e më butë, kështu mendoj. Patjetër që po. Më mirë të zgjidhen. Profesori, falenderoj shumë që ishin këtu bashkë bisedin. Kaloi pothuajse një orë gjysmë. Kënaqësia ime. Ka shumë fakt për të folur për arkeologjinë shqiptare, për të mbrojtur lashtësinë shqiptare, ndoshta edhe për të ndjerë krenar, po dhe për të dalë ndoshta kundër disa tezave anti-shqiptare, po që tashmë besoj tashmë janë relativizuar, janë sheshuar paksa. Ashtu është. Fal punës tuaj, shumë vjeçare, po dhe të kolegëve tuaj. Me profesor Muzaferi njihemi prej shumë vitesh, jemi të dy bashkë punojës të Akademisë Shkencave në institutet të ndryshme, unë në Institutin e Informatikës dhe ai në Institutin e Arkeologjisë, kur Akademia e Shkencave ishte bashkë me institutet, pra. Dhe erdhi desh fati që u bashkuam në vitin 2009, kur Akademia e Shkencave mbeti pa institute, pati pra një riorganizim, po e quaj kështu unë, duke mos i patur në përbërje të saj institutet, dhe unë në pozicionin e kryetarit, ndërsa profesor Muzaferi
në pozicionin e nënkryetarit. Kemi bashkëpunuar goxha mirë gjatë gjithë kësaj kohe dhe mbas 4 vjetësh që unë dorëzova pra mandatin e kryetarit, profesor Muzaferi erdhi në pozicionin e kryetarit dhe jemi parapërsisht 8 vjetë që ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin në mënyrë perfekte. Unë jam vërtet i kënaqur, i lumtur që unë kam pasur një bashkëpunëtor të tillë, se nuk është pak kjo periudhë pra 8 vjeçare, të njohësh dhe të punosh me njëri dhe të mos shkëmbesh asnjëherë asnjë fjalë, por të kesh gjithë kohën një mirë kuptim të plotë. Duke qenë jo specialisti, pra i fushës, jemi pak të ndryshëm, ai arkeologji, unë matematik, po prapë se prapë nga çfarë lexoj dhe dëgjoj unë dhe nga të tjerët, them që vërtet është një emër i madh në historinë shqiptare dhe hera herës bile kur dikush kërkon në intervistë nga unë për historinë, i them, por ke pyet ti mirë se unë vërtet jam kryetar në kohën që isha unë kryetari i Akademisë Shkencave, kryetari i Akademisë, por jam matematicien dhe përballë kam një njeri që vërtet është nga ato që mund të t'japi përgjigje për probleme të tilla, pra që lidhen me historinë, sepse vërtet është një emër. Por unë nuk doja të hyja edhe të ndalesha për profesorin në këtë pikë, sepse është vërtet një pikë që i përket specialistëve dhe që unë prej tyre marr informacion dhe dëgjoj për profesorin ato që ka bërë gjatë gjithë jetës tij dhe që janë vërtet me vlera të mëdha. Por doja të thoja që profesori është një njeri i mrekullueshëm. Profesori është një njeri i mirë, profesori është një njeri që flet pak dhe bën punë shumë, është një njeri që ka mirënjohje të jashtëzakonshme. Për mua këto janë gjërat më të rëndësishme për njeriu. Të tjerat pastaj janë specialistët që i vlerësojnë dhe që ja kanë vënë, si thua, zhvulën me vlera shumë të mëdha punës së profesorit gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe nuk është pak, është një periudhë goxha e gjatë që profesori punon dhe punon mirë në kuptimin është i fuqishëm, bëj shpesh humor me të, i them vërtet je se një djaliri dhe era herës nga herë e mars, po e them kështu si me urdhër, i them hajde të dalim të shkojmë në një konferencë që nuk është në Shqipëri, por është diku jashtë dhe që profesori është i gatshëm. Pra them që është fat për Akademinë e Shkencave që ka në drejtim një personalitet të tillë si profesor Muzafer Korkuti. Profesor Muzaferi, të uroj me gjithë shpirt, gjithë të mirat, ti jesh kështu siç je, gjithë shëndet, plot humor dhe të kalojmë gjithë kohën sa të jemi bashkë, kështu siç kemi kaluar deri tani. Hynë atë grup njerëzish që me profesor Korkutin jemi njohur relativisht vonë, por jemi njohur në një ditë shumë të rëndësishme. Ka qenë mbledhja e parë e grupit të punës që duhet përgatiste dosjen për regjistrimin e pjesës shqiptare të liçenit Ohrit në mbrojtje të UNESCO-s. Për paradoks, liçeni i Ohrit deri në vitin 1999 ishte me dy kategorizime. Pjesa ish jugoslave ishte në mbrojtje në UNESCO-s, kurse pjesa jo nuk ishte në mbrojtje në UNESCO-s, si thua ishte kufiri i fundëm që vepronte në rreth e përqark Shqipërisë. Ishte një skuadër e vogël e krijuar për të sjellë secili nga një kontribut, një punë krejtësisht vullnetare, thjesht një nismë qytetare, e cila më në fund deshti Zoti përpara 2 vjetësh u mbyll, por me shumë vonesë. Në atë takim, unë kisha paraqitur disa dëshmi për lashtësinë e qytetit, por gatis liçeni nuk futej vetëm me veten, si thua, bashkë me kontekstin futej, do të futej, dhe ndër të tjera edhe një koleksion monedash të cilat ishin të vjetra dhe kisha bindjen se ishin argument shumë i rëndësishëm për dosjen. Bashkë me monedat ishin dhe 4 të quajtura tabula, në të cilat supozohej se kishte shkrim të hershëm, ndoshta një shkrim proto-shqiptar. Natyrisht që unë nuk isha specialist, por kisha shumë shpresë tek këto 2 lëndë që kisha me vete. I vetmi që kishte kompetencën për të folur nëse këto vlera mund të ndikonin pozitivisht për të zgjidhur problemin ishte profesor Korkuti. Dhe profesor Korkuti zgjidhi problemin shumë thjesht. Po,
këto monedha janë të rrethinave të Përgadesit. Ka shumë mundësi të jenë të selës. Sa u takon tabulave, s'kan asnjë lidhje me këtë kulturë, prandaj është më mirë që t'i përjashtojmë nga dosja. Siç dihet, për këto tabula u hap një debat më vonë dhe rezultoi që vërtet ishin një lloj fabrikimi, ta quajmë, njerëz me dashamirësi adhetare për të krijuar një traditë më të hershme. Shkrimi kishin farkuar këtë lloj dokumentacioni, i cili me të drejtë, me kompetencën e një njeriu të ditur si profesor Korkuti, u shmang nga dosja sepse përndryshe do na kishte kompromituar. Profesor Korkuti, uroj të jetoni gjatë dhe të punoni siç keni punuar. Uroj që të kem më shumë kohë të punoj me ju, sepse siç e thash, jemi njohur vonë. Me profesor Korkutin, jeta na ka lidhur diku rreth viteve 1985, 1986 në ekspeditën e parë arkeologjike që kam patur rastin të eksperimentoj në drejtimin e tij. Dhe që nga i moment edhe deri sot kam patur shansin, po edhe rastin e mirë pra për të ndjekur nga afër jo vetëm aktivitetin e profesor Korkutit, kontributin e tij për arkeologjinë shqiptare, por edhe këshillën, dorën e ngrohtë dhe përkujdesjen e një njeriu që ka vëmendje ndaj tjetrit, që ka dashuri ndaj progresit të tjetrit, ndaj sukseseve të tjerëve. Një njeriu që me dinjitetin dhe me seriozitetin e vet ka lartësuar jo vetëm arkeologjinë shqiptare, por edhe botën e shkencës shqiptare në përgjithësi. Profesor Korkuti është një nga ata organizatorët e rrallë të gjërave, e kam fjalën këtu, jo vetëm për mënyrën e organizimit të punimit shkencor, të kërkimit shkencor në teren, por edhe të përkujdesjes deri në detaje për ngjarjet, për aktivitetet, për botimin, për studimin, për marrëdhënien me njerëzit, edhe për përkujdesjen edhe për ecurinë e tyre në jetë. Unë jo vetëm që kam patur këtë shans, po kam patur rastin edhe të jem dëshmitar i përkujdesjes së tij të veçantë për suksesin e vet, por edhe veçanërisht të tjerëve. Me këtë rast, profesor Korkuti, të uroj gjithë mirat, si zakonisht, edhe për të mirën e tuaj të familjes, por edhe të arkeologjisë shqiptare. Faleminderit juve. Faleminderit dhe njerë që ishin në studio. Nderuar miq, kemi qenë këtu në studion këtë fundjavë në rrëfimin ton me kreun e Akademisë së Shkencave, zotin Muzaffer Korkuti. Kemi bërë një rrëfim të shkurtër të jetës së tij, më së shumti jemi përqendruar të nderuar miq tek puna e tij ndër vite, siç e patë edhe u vet, ka qenë një punë të voluminoze, qoftë në teren, qoftë edhe në ato çka na kanë ardhur neve dhe arkeologëve të rinj. Ju falenderoj që keni qëndruar me ne. Do të jemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë, miru takofshi. Jemi rikthyer nderuar miq në këtë pjesë të dytë të rrëfimit ton. Jemi me kreun e Akademisë së Shkencave, zotin Muzaffer Korkuti. Jemi në rrëfimin e jetës së tij, qoftë personale, po më tepër profesionale. Është një jetë e mbushur me shumë studime dhe me shumë punë. Profesor, keni bërë ekspedita të shumta, ashtu siç po thoshim dhe më parë. Ishte pikërisht njëra nga arritjet më të mëdha ekspedita në Kosovë. Po. Ku kolegu juaj serb ndoshta u gjend përpara të papriturave. Por e pranoj, nuk ishte ç'bënte, që ajo ishte kulturë lire. Dhe ne vim në vitin 1977, kur ju dilni vullnetar dhe kërkoni që të shkoni të punoni në ekspedit në Apolloni, po jo për pak. Shkoni për gati 3 vite. Shko, për mua Apollonia ishte vendi ku mora Ishte si fillimet e shtëpia jetës. juaj. Ishte shtëpia ime. Unë e kisha me kënaqësi, si shumë tjerë që kishin një çik vështirë televizje nga Tirana. Dhe unë u riktheva të kujtimet. Ju doni t'i preknit vetë. Po, ti isha... Lashtësi doni t'a preknit. Ne në Apolloni shkonim në verë, ose në ekspedit, 1 muaj, 2 muaj, unë ta shkoj
të gjithë vitin, të kemi mundësi të shkëputem nga Tirana, nga të obligimet, isha drejtori Institutit Arkeologjisë, dhe erdi koha ishe mosha 20 ca vjeç që unë duhet të thellohesha. E shikoni që mund t'jepnit. Dhe ajo ishte një periudhë shumë e rëndësishme për jetën time, për të thelluar në punë dhe për të ishte një kënaqësi të rish në Apolloni dhe të punosh në Apolloni. Kështu që unë rifitova vlerat tjera. Atë kisha marrë si student, tani e fitova si arkeolog. Dhe shtëpia jona jo mbetet terreni Apollonia, zbulimi pata, nuk ka mundësi të kesh sukses. Profesor, besoj ndjenit kënaqësi të veçantë sa herë që bënit një zbulim të ri, sa herë që ndesheshit me diçka të re, sepse gërmimet gjithmonë sillin të papritura, gjithmonë sillin gjëra të reja. Po, është kënaqësi e momentit, ashtu është kënaqësi çdo moment, çdo gjë, dhe një fragment keramike, një copë është pjesë të... Keni nxjerrë një pjesë historie. Pastaj vjen ajo pjesa që ti duhet thellosh, ta interpretosh, ta çosh në vlerë historike. Dhe puna në kabinet kërkon përqendrim, kërkon kushtetë. Dhe unë jam munduar që të përqendrohem disa gjëra që mund të kontribuoja me zbulimet e mia. Profesor, keni pasur momente hezitimi? Keni zbuluar diçka? Dhe keni hezituar, njerë keni menduar që i përket kësaj epoke ose kësaj kulture, pastaj keni dyshuar tek vetja, e keni menduar sërish. Është proces pune, është proces pune. Patjetër, edhe një pyetje që bën është më e vjetra apo është më e re, është e kësaj kulture, është asaj kulture, janë debatet që midis specialistëve, është pjesë e profesionit. Dhe ato i ketë prershme, puna është që të luftosh për t'i zgjidhur. Po me kujdes në vëmendjen të terren, me dokumentacionin që bën, pastaj dhe punën që bën në kabinet, pastaj shkon në procesin e përgjithësimit. Në bashkëpunim dhe me kolegët, patjetër. Patjetër dhe me kolegët, me literaturë, me të gjitha, me krahasime, shkallën e njohjes, por kërkimi është kërkim, nuk shtëron asnjëherë. Dhe nuk duhet të rish në atë nivel që ka arritur, ndryshe nuk ka progres. Edhe një foto tjetër, momente pune gjatë gërmimeve. Po, nuk e di në cilën zonë. Këtu jemi në zonën e Peshkopisë, ka një dy qendra në Cetushe, Gradec, janë një dy pika me interes për të parë pjesën lindore, atë si që thashtë edhe në Kosovë, unë jam munduar të shkoj në shtrirje, në kërkime, në karakterin intensiv. Të më thënë, pasi bëra ca kërkime në Kukës, në zonën e Kolqit, ku ndërtua hidrocentrali atyre, pastaj shkova në zonën e Dibrës, në zonën e Dibrës, pjesën më lindore për të parë veçantit që ka kultura. Kështu kam ndjekur edhe për shkuar në jug, në zonën e Sarancë e tjera. Pra, ndoqja rrugën e kërkime dhe ekstensive në kërkimet për epokën e neolitit, për edhe të epokës gurit të i që unë pastaj... Për të cilat ju keni bërë dhe keni shkruar. Studimin e doktoranturës e bëra pikërisht për këtë, për qytetrimin neolitik dhe neolitik në Shqipëri. Por kjo u pri nga rreth 15 vjet, 15 vera kërkimesh të mia në tërë Shqipërinë. Do të thënë, ishte gati gjysmë e jetës time të kërkimeve, sepse duhet shumë punë në terren. Në zonën e Korçës natyrisht mbeti qendra e kërkimeve të mia. Dunaveci, Maliqi, Treni, të gjitha këto ishin pjesë të saj. Po dhe mtutje dhe zonën e Kolonjës, kishë punuar dhe kolegë të tjerë. Pra, ishte domosdoshme, vetëm pas një tabloje të tillë, si thash 15 vjeçare dhe lëndë të tillë, unë u ktheva tek përgjithësimi i saj dhe arritat që t'i botojnë në një vepër përgjithësuese për këtë qytetërim neolitik. Dhe sa më shumë ju gërmonit, profesor, sa më shumë studionit, aq më shumë ndiheshit shqiptar dhe ndiheshit krenar për ato që ju nxirrnit nga nën toka shqiptare. E vërtet është, por atë duhet t'ua bësh të njohur edhe botës shkencore. Dhe pata rastin që të baja një leksion në Universitetin e Heidelbergut, në Gjermani, në atëherë ishte Gjermani perëndimore. Dhe profesori, kur pa ilustrimet e mia, dokumentacionin, tha, a ka mundësi që të më përktheshin 1-2 kapituj që të shikoj se si ishte? Mirë, thash unë, natyrisht unë e përktheva nëpërmjet një kolege që ishte gjermane që jetonte në Shqipëri, pasi përkthyen 2 kapituj të i përqeu gjermanisht e përkthyer,
tha këtë libër, këtë bonë studim, do ta botojmë në gjermanisht. Dhe më dha mundësin që në Universitetin e Heidelbergut, që është nga universitetet më të vjetër të Gjermanisë dhe të Evropës, të botoj monografin time, që është në gjermanisht dhe ndoshta nga të radhë kolegë që ju dha mundësia tërësisht të botojnë veprën e tyre në gjermanisht. Dhe kështu unë bëra ato që thash ekspedita, rezultate që kisha arritur 14-15 vjetë, t'i bëjt një orë studiusve të Ballkanit. Sepse kulturat neolitike, të janë shtirire shumë më të gjera, nuk janë kufit tonë politikë. Dhe kjo përbën një kontribut në arkeologjinë evropiane, si që kanë cilësuar. Dhe që nga viti 1986, profesor, ju jeni antar, korespondent në fakt, i Akademisë Gjermane. Dhe këtë justifikova, po thomë, me botimin e veprës. Dhe më favorizuan që më dhanë këtë mundësi botimin, naturisht duke u nisur nga kontributi, nga cilësia. Profesor, ju lëviznit në teren, riktheheshit sërish në zyrë, në vitet 90 u kthyet drejtori i Institutit Arkeologjik në Tiranë. Ju pëlqente më shumë tereni, në fakt, ju e thatë vetë. Doni të punoni ta prekni me dorë lashin shqiptare, me sa duket nuk ndiheshit mirë pranë zyrës. Vërtet i kaloni në përduar tuaja punimet që boni shokut tuaj, po ju doni që t'i preknit vetë. Ky është profesioni, çdo verë në ekspedit. Nuk kam lënë. 1-2-3 vera në ato kohë që mund, kur bëm kuvënd e parë studive lire, që u shkëputa, do edhe nuk shkohen në teren verë, dhe çdo verë ishte pjesë e vjeles materialës, e lëndës e terenit. Edhe kemi bashkëpunuar me profesor Neritanin, kolegë të vjetër, ku ishim në firë bashkarisht atë kohë. Këtu jemi me stafin e kolegëve, profesor Alex Buda, profesor Stefan Aqipolo, profesor Selami Pula, profesor Arben Puto, profesor Luan Omari, janë figurat shquara dhe ishë një privilegj. Po, patjetër, keni punuar me kolegë shumë nderuar, profesor shumë të nderuar. Profesor, përveç se që nga viti 1986 ju jeni bërë antar, nëse do të themi kështu korespondent, Instituti Arkeologjik të Gjermanisë, ju gjithashtu mbani të njëjtën lidhje edhe me Amerikën. Po. Jeni dhe Institutit Amerikan. Në 92-shin, në ato ndryshimet që ndodhen në Shqipëri, duhet të gjeje vëndin, sepse ishe vërtet një ndryshim i madh. Dhe unë vazhdova profesionin. Nuk e lidhe dot. Nuk e lash profesionin, edhe në verë të 92-shit, rash në kontakt me arkeolog amerikan nga Texas, që kishin punuar në Greqi prej kohësh, u lidhëm me ta, dhe a erdhi për një vizit në Shqipëri, Karl Petruso, shkuam në Konispol, unë kisha punuar në shpellën e Konispolit 2 vjetë për para, 1989, bashkë me Karlin, shkuam në shpellën e Konispolit, e pam, i pëlqeu, që ishte me interes, dhe në verën e 92-shit, në Kërshmua, ku i thonë, në një vënd me në faqet malit, do t'i ke 1 orë e gjysmë me këmë, se nuk ishe mundësi tjetër. E bëm një muaj e ca ekspedit, dhe rezultati ke shumë i mirë. A i binte, si të thuash, me një njohje nga kërkimet kishe bërë në Thesali, Greqi, si student dhe pastaj profesor, unë kisha njohjen me materialet e Shqipërisë dhe kështu për 4 vjetë dhe kombinuam kërkimet në zonën e Konespolit. Dhe ishin me shumë sukses. Kështu pastaj vazhdova me projektet tjera, pata rastin më vonë të punoj me një projekt prapë nga kolegë nga Shtetet Bashkuara, nga Universiteti Cincinnati, por me një metodë tjetër, me një metodë të kërkimeve intensive si përfaqësore. Dhe këtë e filluam në zonën e Apollonis dhe ushtrim në tërë zonën e Mallakasës. Dhe aplikuam një metodë të re të kërkimeve intensive si përfaqësore, të cilën Jack Davis, i kolegu, e kishte aplikuar përpara dhe në territorin e Greqisë dhe kombinuam njohjen tonë me përvojën e tyre dhe kështu futëm në kërkimet arkeologjike shqiptare një metodë të re të kërkimeve intensive dhe këto janë botuar pjesërisht këto rezultate. Dhe për këtë kontribut
vazhdova prapë edhe me Universitetin e Los Angeles, me një gërmimin e një tume në zonën e Fierit, dhe këtë traditë të përbashkët më vlerësuan punën dhe pastaj më bënë antar korespondent të Institutit Arkeologjik Gjerman për këtë kontribut të përbashkët që kisha. Profesor, si që thatë dhe ju, pati ndoshta vitet vështira në kohën e ndryshimit politik në Shqipëri. Menduat në njërë që ta linit profesionin tuaj? Sepse ka qenë një periudhë e vështirë ndoshta për arkeologjinë. Dikush mund të mendonte në këto vitet vështira, këta e kanë mundjen të gërmojnë. Për arkeologun është e lehtë ta lërë profesionin e tij. Ju keni menduar ndonjëherë ta lini? Unë nuk kam menduar. Kur? Asnjëherë, edhe kam gjetur zgjidhje, dhe kjo zgjidhja ishte bashkëpunimi. Ju vazhdonit sërish punën tuaj, gërmonit? Isha i pari që bashkëpunova me kolegët huaj. Unë atë provoj që kisha pasur në një kuptim tjetër shtetëror me kolegët sovjetik, e ktheva dhe me kolegët e tjerë. Dhe bënim shaka me Gjekun kur shkojmë për vizitë, kishte një shtëpi kështu me oxhak, Gjeku, por zjarrin e kishe tamam me drutët, një dru ishte, pa i majti një 2-3 orë. Mbante gjatë. Dhe i tha që unë e kam filluar arkeologjinë me një superfuqi, me superfuqinë sovjetike kur ishte në atë kohë. Edhe kam tani vazhdoj prapë me superfuqinë tjetër. Jo në kuptimin politik tash, por unë me të dy krahët e arkeologjisë kam përfituar, se unë jam në mes, kam marrë edhe nga shkolla sovjetike ruse, kam marrë edhe nga shkolla amerikane. Keni përfituar pra. Por kam pas rast të punoj edhe me kolegë kinezë në vitet 1965. Janë përfitimet të ndërsjellta, profesor. Ata kanë marrë nga ju dhe ju keni marrë nga ata? Po, në këtë drejtë keni të drejtë të thomi që kur ishte puna për të përcaktuar objektin, edhe kohën isha unë që thoshja fjalën kryesore. Por për metodat, për mundësitë e tjera, ata i ka shumë gjëra për literaturë. Dhe kështu gërshetuan shkolla, po thomi, shqiptare, arkeologjike, që ka emrin e vetë, po dhe shkolla sovjetike, shkolla kineze, shkolla amerikane. Unë kam ditur t'i gërshetoj këto vlera dhe po le jashtë ideologjinë, ato shkollat janë shumë afër me njëri tjetrin, sidomos në terren, në kërkim janë shumë afër. Do të thënë profesioni është, po thonë si një mjeku, një kirurgu, nuk ndryshon shumë. Puna është laborator ke, më pas, që mundësi ke më pas. Do të thënë, për historianin, si e interpreton ti pastaj. Ka një diferencë shkollash, interpretimi, dhe janë të ndara, por procesi punës, por dokumentimit, që mbetet themelor, dhe këtu duhet jemi të gjithë në nivel shkencor. Pastaj interpretimi është çështje subjektive dhe autorit e tjera. Kështu që në Shqipëri janë bërë këto gërshetime, nuk është vetëm për mua ky favor, por edhe për kolegët e tjerë, që mundësia për të bashkëpunuar me kolegët huaj na ka dhënë prioritet në njohjen e metodave dhe në njohjen e materialit. Në kaq shumë vite bashkëpunime, profesor, me kaq shumë studiues të huaj, me kaq shumë bashkëpunime, keni pasur momente të vështira ku ju është dashur të luftoni fort, luftoni në thonjza, për të mbrojtur lashtësinë shqiptare? Jo, nuk... Arkeologët dalin nga politika? Përgjithsisht, shiko, edhe ati ka interpretime, ka pikpamje që diferencojnë, por si thash, vlera e studiusit mbetet në dokumentimin, e plotet saktë asaj të zbulon. Dhe pastaj interpretimi natyrisht diferencohet. Ndryshe është për periudat e afërta, të ditëve tona që ka probleme politike, por në lashtësinë janë sheshuar. Këtu zotësia është tisa e i zotit të zbulosh të fshetat që vinë nga jo periudhë. Dhe karakteri objektiv i vetë materialit të bën të jesh shumë afër atë realitetit, pasqyrosh atë që shef, jo të si ta mendosh ti, po është një vazhdim, do ta përcaktosh në kohë, në vendin e vetë, dhe atje je, ndryshe pastaj lë profesionin, nuk je më specialist, cënon të profesionin tënd. Profesor, përveç se një arkeolog i dashuruar me punën e tij, dashuruar me gërmimet, me lashtësinë shqiptare dhe me punën në terren, kishte dhe jetën tuaj familjare. Ndërkohë ne këtu kemi një foto. Po.
Po kjo është pak e vonuar ku jemi martuar, por ne lidhjen e kemi bërë në gërmimin në shpellën e Gajtanit në Shkodër. Sërish në gërmime dhe lidhja. Po, Adelina ishte studente e historisë që bënin praktik, unë isha, sa kisha mëruar si arkeolog. Po dhe jeta kështu është. Një bashkëshorte e cila ja kuptonte profesionin. Po patjetër. Sepse ishit në të njëjtën. Edhe ajo kishte qejf për arkeologjin, po mu futa unë arkeologji, u privua, jo mbeti historiane. Patjetër. Ja, këtu jemi në Gajtan, në Shkodër, kur jemi njohur. Edhe u bënë 54 vjetë bashkëshortore. Po kalove gjysmë shekulli, quhet i arta, si quhet. Patjetër që po. Profesor, ju është dashur... Vetëm diferenca është që ajo ka qenë mbrapa, nuk është njohur emri i saj, kontributi që ka dhënë në mbështetjen që ka bërë të rjetën. Ju është dashur të largoheni nga shtëpia, të rini për muaj e muaj larg, kështu që besoj që pesha më e rëndë i ka rënë zonjës. Dhe ajo ndoshta nuk arriti që të bëj arkeolog ashtu si shtat ju, vetëm sepse duhet mbante peshën e familjes. Këtu ka një pabarazinë. I keni hyrë në hak. Në hak, është vërtet. Po njëri do të bënte më përpara në profesion. Ja munduar të ta kompensoj me tjerat, me fatin e matë që kam pasur. Unë e quaj fat arkeologji, edhe fat që jetën e kam lidhur me Adelinën. Ja, dhe një foto tjetër. Po, këtu jemi rritur si familje, ka lindur çuni i parë, Maltini. Dhe ajo ishte një kënaqësi, një fat tjetër i jetës tonë. Patjetër që po. Po. Do dëshironit që ndonjëri nga fëmijët tuaj të merrte profesionin tuaj? E keni pasur ëndër ndoshta apo nuk donit? Thonit është punë e lodhshme, është me ngarkesa? Nuk e mohon dot profesionin, dërsi kadetët të rreshkojnë, sepse ke bibliotekën, ke librat, ke shumë gjëra. Edhe djali dytë ledua që është aty bëj vogli. Ja, familja më e kompletuar tani. Po, a i futa një histori për studuar një histori. Ishit ju që ngulmuat? Apo e kishte me dëshirë? Bashkarisht. A i kishte ardhe ekspedita, kishte parë, kishte fituar, si thua një njohje me terrenin me të. Por edhe një koincident ishte, fut në historik, dodhen njarit që dodhen të ndryshimet në Shqipëri, shkoj dhe emigrant, shkoj në Itali në ekspedite, kam quar njerë në ekspedite në Italis, pastaj u këthyoj prapë, shkoj në Venecje në një ekspedit tjetër, por vështirësit që kryohen në këto tranzicionet dhe bënë që të ndëroj profesionin e të shkoj në emigrant në Kanada, dhe të njësë një profesion tjetër. Një foto këtu? Po, me nënën time. Është një mbrese jashtëzakonshme, largimi i babait para kohe, unë u lidhëm me nënën. Ka qenë vetëm nëna? Që na ka rritur. Dhe ka një merit të madhe që qoftë vëllain tim më të madh, i cili ishte në vitin 2 pedagogjike në Gjirokastër, kur vdiqi babai, dhe të gjithë thanë, ktheu se ti mund të bëhesh mësues me 2 vjet pedagogjik. Jo, i thanë, ti do të vazhdosh shkollën, e maroj pedagogjiken në Gjirokastër. Pastaj thanë pranë, të thoshin, po jo, të vej mësues. Jo, tha, jo, të vazhdojnë, që ose ka dëshirë të vazhdojnë. Da i vazhdoj universitetin, shkoj erdhi në universitet. Kështu ndonjë edhe për mua, pas asaj më thoshin, pa tjetër që të vazhdosh. Dëshira për të shkolluar fëmijët. Me sakrificë të madhe, me të mbante shtëpinë, se ishin dhe 2 vëllezër të tjerë më të vegjël. Dhe atë që i mungoj asaja për arsimimin, e kishte merak për fëmijët. Edhe vërtet në dha neve pas që ne të vazhdojmë shkollën. Edhe jemi mirë njohtës për të gjitha gjërat, por për këtë zgjedhje sakrificë të madhe. Profesor, që nga viti 2009, ju përqendroni në Akademinë e Shkencave, që nga viti 2011 nën kryetari i Akademisë së Shkencave dhe që nga viti 2013 kryetar i Akademisë së Shkencave. Nuk rreshni së punuari, por me shumë punime tuajat, të cilat unë i kam këtu, janë pa fund tituj, janë pa fund punime, vetëm përsa i përket periudhës neolitit, është një libër që unë me zi e mbaj në dorë, dhe nuk e di se sa kohë ju është dashur juve ta punoni. Thash punuar në 15 vjetë në teren, pastaj 4-5 vjetë në kabinete me radhë. është shumë voluminos si libër?
Unë kam munduar të tregoj këtu, të tregoj që qytetërimi i kësaj pjese perëndimore të Ballkanit, ku shtrieshin lirët, ka një vend në të gjithë këtë qytetërim ballkanik. Do të thënë, vlerat po flasin një kuptim më të gjerë, nuk janë vetëm për trevën tonë, por është vendi që zë pjesa perëndimore, treva e lirëve, në këtë qytetërim ballkanik. Dhe ne, fati jonë, ne jemi në kufinin e qytetërimit Kreto-Mikenas, do të thënë në mesdhe, në këtë qytetërim. Dhe pastaj pranë qytetërimit grek-romak, dhe Iliria, treva jonë, e përqafoj në shumë periuda këtë qytetërimi, bëhet pjesë e këtë qytetërimi. Unë kjo vepër e tregon këtë qytetërimi, është pjesë e këtë qytetërimi të Evropës Juglidore, e thënë më gjërë, ose e Ballkanit që kemi sot. Në këtë kuptim, ne kemi qenë afër këtyre qytetërimeve, kemi dhënë e kemi marrë me këto qytetërime. Profesor, pra kemi të drejtë që të krenohemi me lashtësinë tonë? Plotësisht të drejtë. Plotësisht të drejtë, dhe këto vepra e tregojnë, bashkë edhe të kolegëve tjerë, natyrisht, e tregojnë që ka një qytetërim, ka një zhvillim që gjithë duhet i referohemi. Një bashkëpunim ky? Arti arkeologjike e Shqipërisë. Po, një bashkëpunim me ekspeditat, si shtash në bisedat që bëm, ekspedita është në grup, është me shumë autor, po dhe studimet në shumë raste janë të mirë pritura kur janë shumë autor. Tu jemi bashkë me profesor Nerita Ncekën, profesor Apollon Baqen, për të dhenë për botën tjetër, vlerat të përgjithësuara se harta arkeologjike këtë, vlerat të përgjithësuara të arkeologjisë shqiptare. Dhe kjo, me mbështetjen e profesor Kabanit, u botuar edhe në Shqip, edhe në frëngjisht. Është përgjithësim i punës së gjithë kolegëve në vlerat që ka. Një tjetër libër? Profesor, më bëm përshtypje që shumica e librave janë në gjuhë huaj, janë të përkthyera. Sepse është e domosdoshme që të përkthehen dhe të njihen rezultatet. Sepse nëse do të ngeleshin vetëm në Shqipëri, nuk do të kishin vlerë. Është domosdoshme dhe sot pothuaj të gjitha botohen në dy gjuhë, në Shqip ose në anglisht ose në frëngjisht, është domosdoshme. Kjo është një dedikim që ma kanë bërë kolegët me rastin e 70 vjetorit homash, Lorenz Bejko. Se bashkë me një kolegë tjetër të huaj. Nga i studentët dhe sot profesori shumë i mirë që drejton Departamentin e Arkeologjisë. Kjo është pjesa e qytetërimit neolitik dhe e neolitik. Në gjuhën shqipe. Më vonë botova në Shqip, se nuk kisha mundësi botimi, e botova atë që botova shumë para në gjermanisht. Po unë gjithë ju keni më arti shkollor në Shqipëri. Ka dhe ca veç profilit të ngushtë në profesion, ka dhe ca si dashurit vogla, si të thuash, dhe një nga këto dashuri ka qenë arti shkëmbor. Dhe kjo fillon nga njëre dhe rastësisht, pastaj e ndjek, kur përgronim në shpellën e trenit në Korç, buz liqenit Prespës, në faqet e Shkëmbit, thoshin fshatarët atje, është art që ka bërë natyra, është e shkruar, por në fakt ajo nuk ishte e shkruar, por ati ishte e pikturuar. Dhe arti shkëmor, vizatimet në shkëm janë pjesë e qytetërimit hershëm neolitik. Ose e thënë më ndryshe, rrënjit e qytetërimit vinë nga arti prehistorik edhe nga muzika prehistorik. Atje, kur një popull fillon, bën art, bën dhe muzikë, a i qytetërojë, a i hynë në rrugën e qytetërimit. Dhe kjo vepër, e artit shkëmor, pikërisht të të rëjë, që ata që fillojnë të rinë kohë gjatë në vënd, nuk janë nomad, po janë rinë në kohë gjatë. Kjo lidhet pastaj dhe me tezën tjetër, me tezën e autoktonisë e lashtësisë popull tonë. Pra, kur në trevën e Ballkanit perëndimor, në trevën e Lire, janë 7 piktura prehistorike, nuk ka në pjesën tjetër të Ballkanit, piktura të tjera. Këto i bëjnë vetëm popujt që rinë gjatë, që kanë arritur një stat zhvillimi. Dhe janë tempujt e pagan. Atë shu vinin, këto bëjnë në shkëmit lartë,
në vëndet të bukura piktoreste, edhe në fillim të verës, në Vjesht, bënin fligjime, bënin homazhe tempujt e tillë. E qartë. Për shembull, po them një shembull të thjeshtë, këtu në Shënandou, apo jo vend njerëzit sot. Po. Pak më afër, te lumi Bovillës, është një shkëm i madh, është një pikturë këtu, shumë pak qytetarë dinë se ç'është. Ajo është 1500 vjet para erës, kupton. Aty bëheshin kushtimet. Atë që bën në Shënandou sot, në kohën prehistori, aty faleshin, aty vinin, nderoheshin, bëheshin takimet, kupton. Edhe këto janë vepra të shkruara, është realizuar me bojra minerale, të cilat jetojnë gjatë. Mbeten. Edhe unë i ftoj, shumë herë i kam ftuar që të vinë të shikojnë edhe këtë pikturën që është në Bovillës. Shumë pak e din. Shumë pak e din. Profesor... Por për mua dhe për kolegët, dhe për ata që e njohin, tregon që këta janë jetëgjatat, janë vëndas, janë të vëndit, me tërë kuptim. Kanë qenë këtu, kështu janë. Profesor, do të bëjmë një tjetër shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish. Publicitet.